Jemi akoma të fundi akrepit, dhe kemi dhe një hënë të re aty, e cila na jep panën sentimentale pak më të dobët, dhe nxjerrim në pa shumë gjëra, të cilat do të rondisin shumë çifte. Për tradhtitë e tyre, apo thashë themet e forta, të cilat kanë të bazë të vërtet brenda. Hëna e re është e akrepi, datën 20, ndikon shumë thellë, sidomos në anën sentimentale. Hëna gjithmonë na jep anën sentimentale tonën, të brendshme. Ka njerëz për shembull që mund të jetë dashi, po horoskopin e vet e ka te akrepi. Mund të jetë virgjëresha, po horoskopin e ka te akrepi, s'ka lidhje. Të gjithë këta njerëz goditen. Edhe veçanërisht ata që janë akrep. Kështu që kemi ca gjëra të cilat ndoshta janë fshehur, ndoshta kanë manipuluar apo kanë manevruar bukur, por ja që vinë një orë vërtetës. Kështu që kemi problema shumë të mëdha, nuk e di tash ti nëse falen apo nuk falen, le ta zgjedhin vetë rrugën e tyre, por e di që do kenë goditje shumë të forta. Ndaj do të jenë shumë të kujdesshëm në veprimet e tyre që kanë bërë, por me çfarë shikoj, nuk ka kujdes më, sepse janë zbuluar. Kështu që të përgatiten për luftrat e forta që mund të kenë. Po.